Kompania Air Albania u themelua me vendim qeveria numër 530 datë 11 shtator 2018 si një shoqëri aksionare me një strukturë pronësie që në fillim ngriti pikpyetje 49% Turkish Airline, 41% kompania MDN Investment, e mikut personal të kryeministrit Sinan Idrizi dhe vetëm 10% shteti shqiptar përmes Alp Control me një kapital fillestar qesharak prej $500.000. Kompania u paraqit si flamuri ajror kombëtar, por në fakt ishte një projekt i personalizuar, një kompani charter për bablokun në gati 7 vite aktivitet. Air Albania ka rezultuar jo vetëm një dështim financiar, por një subjekt me sjellje mafioze, nuk dorëzon bilance, nuk publikon të dhënat në QKB dhe nuk raporton në tatime. Arsyeja është e thjeshtë, kompania është bërë pronë personale e kryeministrit, që prej vitesh përdor avionin Ismaili si mjet udhëtimi personal, duke shkrirë miliona euro fonde pas një transparencë. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në intervistën e tij të 27 janarit 2025 deklaroi se vetëm fluturimet e Ramës me charterin Ismaili kanë shkaktuar humbje mbi 20 milion euro për kompaninë gjatë periudhës 2019-2024. Me fjalë të tjera, Edi Rama ka falimentuar qëllimisht këtë kompani për të siguruar vetes komoditetin e një presidenti të korporatave. Për të mbijetuar financiarisht, kompania ka hyrë në borxhe të mëdha të negociuara në mënyrë private nga Sinan Idrizi, miku, sekseri dhe menaxheri informal i linjës së bablokut. Një nga marrëveshjet është borxhi prej 10 milion eurosh që Air Albania ja ka shtetasit turk Sinan Isik, i cili ishte i regjistruar në kompani si pilot me pagë mujore 5.500 euro, por në realitet ishte kreditori i fshehur që mbante në këmbë linjën e Ramës, kur pagesa nuk u bë brenda afatit. Isik e paditi kompaninë në gjykatën e Tiranës, duke kërkuar sekuestrimin e aksioneve dhe pasurive të Air Albania. Gjyqi e fitoi dhe në 6 nëntor 2023 u bë sekuestrimi zyrtar, megjithatë shteti, që duhej të ishte garanti transparencës dhe ligjshmërisë, heshti. Deri në shtator 2024 nuk ishte bërë asnjë veprim për të shlyer borxhin apo për të ndaluar humbjet. Sot Air Albania nuk është më një kompani ajrore, është një mjet klientelist për luksin e një njeriu dhe për pasurimin e një rrethi të ngushtë që sillet rreth tij si satelit. Flamuri kuqezi ngritur në trupin e avionit është vetëm një streh hipokrizie që fshe brenda një histori hajdutërie, korrupsioni dhe borxhesh të mbledhura në emër të kombit.